Komuna Mitrovicës së Veriut nga kjo premte do të ketë strukturë të re udhëheqëse. Në sallën e kuvendit komunal mes flamurit të Republikës dhe stejmës komunale, ndër të parët erdhi kryetari i ri Milan Radojević. Pas tij në sallë u bashkuan edhe anëtarë të tjerë që për një mandat do të jenë pjesë e asamblesë së kësaj komune. Seancë solemne të cilën e drejtoi antari më i vjetër nisi me verifikimin e mandateve për ata që do të jenë pjesë e këtij legislativi. Por krah simboleve të Republikës, asamblisti Marko Jakšić nga radhët e iniciativës qytetare Veriu për të gjithë, para vetës vendosi flamurin e shtetit serb. Ky veprim gjallë reagim nga mbikëqyrësit e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, që spranuan të vazhdojë me procedura tjera pa larguar flamurin. Pas disa minutash negocim, flamuri u hoq, por asamblisti pati një tjetër shqetësim. Në këtë moment, ndihemi rrezikuar dhe i pasigurt, sepse në këtë sallë, përveç nesh dhe gazetarëve, po qëndrojnë edhe pjesëtarë të policisë. I kanë pyetur kolegët shqiptarë nëse kanë frikë nga ne, nga serbët, dhe ata kanë thënë se jo. Enda i këtij shqetësimi reaguan menjëherë dy asamblistët e vetëm shqiptar në këtë legjislaturë. Sa i përket frikës na jena në shtëpinë tonë, në shtetin tonë nuk kemë nevojë më frikë, edhe marrë s'ka nevojë më frikësu bi kërguj. Sa i përket policisë ose diçka që po thotë nuk po shas, nuk po vrej policë që kanë këtë sallë. Kjo e fundit mori vëmendje pasi në ceremoni erdhi me foshnjën e posalindur. Megjithatë kryesuesi i kuvendit vazhdoi me procedura tjera, kur radha ishte për betimin e kryetarit të ri, e ky premtoi se do të punojë në bazë të ligjit. Unë deklaroj solemnisht se do t'i kryej detyrat e besuara dhe do të ushtroj kompetencat e mia si kryetari i Bashkisë së Mitrovicës së Veriut me nder, besnikëri, panshmëri, ndërgjegje dhe sipas ligjit me qëllim që të siguroj kushte për një jetë të qetë dhe premtuese për të gjithë. Betimi i tij shënoi edhe fundin e seancës, derisa për zgjedhjen e kryesuesit do të thirret një seancë tjetër. Radojević nuk arriti që gjatë premtës të hyjë në zyrën e tij, me që njëjta që e mbyllur pasi kryetari paraprak Erden Atić Çelsi nuk e kishte lënë në komunë. Kësaj ai bashkë me të tjerët festuan me qytetarët për kthimin e listës serbe në pushtet. Kjo parti pushtetin e ktheu edhe në Leposavić. Pas betimit, kryetari i ri Zoran Todić tha se për komunën do të flasë një ditë tjetër. Në seancat e radhës do t'ju informoj edhe juve dhe qytetarët tanë për gjendjen që kemi gjetur në komunën tonë pas marrjes së detyrës, si dhe planet e ardhshme sa i përket zhvillimit të komunës sonë. Edhe komuna Leposavićit gjithashtu do t'i ketë 15 anëtarë të kuvendit komunal, por që në këtë komunë nuk do të ketë asnjë asamblest nga komuniteti shqiptar.